the strongest or the fastest, so be the smartest. Sonte e kemi natën më të madhe të kinematografisë të filmit për këtë vit. E kemi shfaqjen e filmit Odiseja, i cili është një film i xhiruar, është filmi i parë në botë i xhiruar me teknologjinë dhe kamerat IMAX. Teknologji të cilën na me shumë krenari jemi të vetmit në rajon që e posedojmë. Për neve mbartë edhe një krenari të veçantë për shkak se është filmi që është luajtur në vitin 1968 nga aktori legjendar Bekim Fëmijë, me cilin e ndjejmë shumë krenari edhe natën e sonte pak a shumë e kemi homazh për veprën dhe artin e Bekim Fëmijës. Filmi Odiseja ka muaj tanë që ka bërë një bazë shumë të madhe jo vetëm në Kosovë, por në gjithë botë. Ka pas reviewsa dhe komente nga më të ndryshmet edhe sonte siç e pat ke packed. Jemi me 3 salla simultanisht që po e tregojnë filmin e Odisejës dhe janë gjitha të mbushura, gjithashtu edhe ditëve tjera jemi shumë të kënaqur edhe me vëmendjen e njerëzve që e kanë ndaj filmit Odiseja. Pat edhe vetë, salla ke plot, interesimi u kon i jashtëzakonshëm. I shkon edhe ma herët prej orës 5 nëse s'ka bëj një termen, edhe prej 8:30. Filmi është i mrekullueshëm, do më thonë fillim barem të manë, asnjë moment nuk bëhet bajat, ka shumë tension, ka shumë sene, edhe një sen që po du me cek, do më thonë, gjatë studimeve në Akademinë e Arteve, i kemi mësu krejt qëto, do më thonë, antikën, po shumë personazhe që unë përmend për një moment veç mu ka bloku truni, edhe pse e disha rrëfimin e Odisejës, paka shumë u huqa se u munesha mu koncentru në lojë, u munesha mu koncentru në teknik, u munesha mu koncentru në krejt që kam bo, regjia, do më thonë kom dalë për filmit kështu me shumë e relaksume. Edhe pse ka zgjatë shumë, po su vrejt që kjo koha që na ka marrë, sa ka zgjatë, 3 orë, mu ka dok shumë shpejt, po ja vlen me ardhë me pa edhe keni me pa, dhe më thonë, kolona zanore e filmit ka pas prej neve.